Ky varfërim ndikoi që një pjesë e madhe e popullit të gjente shpëtimin në shpërnguljen nga Kosova. Profesioni i gazetarit është një profesion shumë i rëndë. Vetëm ata që e kanë shiju, rrugët e këtij profesioni, vetëm ata dinë ndoshta më mirë se të tjerët me tregu se çka do të thotë ta dashurosh profesionin, të jesh pjesë e rrugëve të këtij profesioni, të jesh pjesë e kënaqësive që të zgjon ky profesion, të jesh pjesë e gjithë asaj pasojave që mund t'i kesh duke ushtruar profesionin. Të them të drejtën, para lufte ne ishim gjithë, jo vetëm që donim profesionin, po ishim një farë mënyrë entuziast dhe na merrte mendja se nëse na nuk do të jemi pjesë e dhënies së lajmit, na do t'i mbeteshim borxh, domethënë opinionit publik të asaj kohe. Tash të flasësh nga kjo distancë për atë kohë nuk është fort lehtë, por ne atëherë nuk kishim institucione, ne atëherë kishim pushtimin serb të plot, i cili nuk i lejonte perspektivë, kur farë perspektive nuk i lejonte popullit të jetonte në Kosovë. Kështu që dhe vetëm rrugë që e trasonte pushtimi në atë kohë ishte rruga e amargimit. Domthonë, pushtuesit serb për çdo çast mendonin se si t'ia nxinin jetën sa më shumë njerëzit të këtij në qielli. Dhe ne si gazetar natyrisht nuk kishim detyrë tjetër, pos që ta njoftonim opinionin publik, t'i japshim guxim, t'i japshim kurajo, t'i thashim se ditët e vështira mund të kalojnë, por vetëm se duhet të qëndrojnë, por ishte e pamundur sepse në atë kohë ishte për shembull pushtuesi i kishte qit në shesh, domthonë gjitha elaboratet historike për shkatërimin e jetës së një populli. Për shembull, në fund kur e vërejti se nuk kishte mundësi që njerëzit ti dekorajonte, ti dëshpëronte vetëm me rrahje, vetëm me vrasje, vetëm me këto, e përdori edhe armën më të rëndë që është e mundshme, që nuk është e mundshme që ta imagjinoj njeriu normal, varfërimin. Ky varfërim ndikoi që një pjesë e madhe e popullit të gjente shpëtimin në shpërnguljen nga Kosova. Edhe atëherë u formuan shumë agjenci turistike, cilat e kishin vetëm qëllim që ta shpërngulin popullin e vet prej vendit vet.